Përshëndetje dashur miq, përcjellja e sotme është oferta. Një prift po merrej me rrëfimet ndërkohë që vjen lajmi që dikush kishte vdekur dhe duhet të shkonte. Përpara se të nisej, shkon tek miku i tij, Robin, rabini i xifutëve, në anën tjetër të rrugës. I thotë: "Unë do iki se kam një punë të rëndësishme dhe të lutem, eja më zëvendëso për rrëfimet sa të kthehem unë." Robin zgërdhihet e i thotë që nuk dinte ta bënte atë punën e rrëfimeve, se nuk kishte bërë kurrë më parë. "Të besoj unë," i thot prifti, dhe shkojnë të futen tek ajo dhoma e fshehtë ku bëheshin rrëfimet. Vjen një grua dhe i thot priftit: "Atë, kam tradhtuar burrin." Prifti: "Sa herë?" Gruaja: 3 herë. Atë: Prifti: "Thjesht thuaj 2 herë Ave Maria, hedh 5.000 lekë tek kutia e lëmoshëve dhe është falur mëkati." Pastaj vjen një burr: "Atë, kam mëkatuar, kam tradhtuar gruan." Prifti: "Sa herë më birë?" Burri: 3 herë. Prifti: "Thuaj 2 herë Ave Maria, hedh 5.000 lekë tek kutia e lëmoshëve dhe të është falur mëkati." Dhe po, thot, e kuptova, thot Robini. E kuptova, mund të ikësh pa merak. Dhe ikën prifti. Pas pak vjen një grua tjetër të rrëfyer dhe i thot: "Atë, kam mëkatuar." Robin: "Sa herë bie?" Gruaja: 1 herë. Atë. Robin: "Mirë, shko dhe 2 herë të tjera, e thot se sot e kemi me ofertë, 3 herë 5.000 lekë." Ishte përcjellja për sot. Lini komentet tuaja, like, share, subscribe.